12 shkurt, dita që mund të ndryshoj gjithçka për ty. Mos e nënvlerëso këtë datë. 12 shkurti vjen me një energji të pazakontë, me lëvizje të forta planetare dhe me surpriza që mund të të vendosin përballë një zgjedhjeje të papritur. Disa shenja do të përballen me të vërteta që i kanë shmangur prej kohësh. Të tjerat do të marrin një lajm që i çon drejt një rruge të re. Nëse sot ndihesh i tensionuar, mos u habit. Universi po përgatit diçka. Le të zbulojmë çfarë fsheh 12 shkurti për secilën shenjë. Dashi, një mesazh që nuk e prisje. Dashi, sot mund të marrësh një telefonat ose mesazh që do të bëjë të mendosh 2 herë për një vendim të fundit. Dikush nga e kaluara mund të rikthehet papritur. Mos u nxito të reagosh. Në punë, një situatë që duke e bllokuar fillon të lëviz. Por kujdes, jo çdo buzëqeshje është e sinqertë. Mbaj syt hapur. Në dashuri, nëse je në një lidhje, partneri kërkon më shumë vëmendje. Nëse je beqardhe, një njohje e re mund të të trazojë emocionet. Demi, para dhe një vendim i rrezikshëm. Demi, sot financat janë në qendër të vëmendjes. Mund të ofrohet një mundësi fitimi, por mos u joshe menjëherë. Analizo çdo detaj. Në familje, një diskutim i vogël mund të zmadhohet nëse nuk ruan qetësinë. Mos lejo kokfortësinë të prish harmoninë. Në dashuri, dikush po mendon më shumë për ty se sa imagjinon. Binjakët, sekrete që dalin në dritë. Binjak, 12 shkurti mund të zbuloj një sekret. Mund të jetë diçka që ke mbajtur ti, ose diçka që dikush tjetër e ka fshehur nga ty. Në punë, një koleg mund të surprizojë me një qëndrim të papritur. Mos reagoni emocionalisht. Në dashuri, komunikimi është çelësi. Fjalët e thëna sot kanë peshë të madhe. Gaforja, një ndryshim që të frikson. Gafore, sot mund të ndjesh sikur diçka po ndryshon në këmbët e tua. Mos ki frikë. Disa ndryshime janë të domosdoshme për rritje. Në aspektin financiar, shmang shpenzimet impulsive. Në dashuri, partneri kërkon siguri. Beqarët mund të marrin një shenjë nga dikush që e kanë pëlqyer prej kohësh. Luani, syt janë mbi ty. Luani, sot je në qendër të vëmendjes. Një situatë në punë mund të jap mundësinë të shkëlqesh, por edhe të kritikohesh. Mos lejo krenarin të pengojë të pranosh një gabim. Një falje e vogël sot shmang një problem të madh nesër. Në dashuri, një flirt i papritur mund të bëjë të ndihesh i dhe e gjallë. Virgjëresha, një e vërtet që duhet ta pranosh. Virgjëresh, sot universi të kërkon sinqeritet me veten. Ka diçka që e di thellë brenda, por po e shmang. Në punë, përqendrohu te detajet. Një gabim i vogël mund të kushtoj shumë. Në dashuri, është koha për një bisedë të hapur. Peshorja, një zgjedhje mes 2 rrugëve. Peshore, 12 shkurti të vendos përballë një zgjedhjeje. Zemra thot një gjë, mendja një tjetër. Mos kërko përgjigje tek të tjerët. Vendimi duhet të vijë nga brenda. Në financa, kujdes me kontratat ose dokumentet. Akrepi, dikush po të teston. Akrepi, sot mund të ndjesh tension në ajër. Dikush po të provokon për të parë reagimin tënd. Mos zbulo kartat e tua me njëherë. Qetësia është arma jote më e fortë. Në dashuri, pasioni është i lartë, por edhe xhelozia. Shigjetari, një mundësi udhëtimi apo lajm nga larg. Shigjetar, një lajm nga larg mund të ndryshojë planet. Mund të jetë diçka që lidhet me punën ose me një person të dashur. Mos thuaj jo pa e menduar mirë. Në dashuri, sinqeriteti sot të çon përpara. Britsjapi, një sfidë që të forcon. Britsjap, dita sjell një provë karakteri. Mund të ndihesh i lodhur, por mos u dorëzo. Një person me autoritet po vëzhgon përpjekjet e tua. Në dashuri, është koha të tregosh më shumë ndjenja. Ujori, surpriza që të lë pa fjalë. Ujor, 12 shkurti ka energji të paparashikueshme për ty. Një surprizë mund të bëjë të ndryshosh mendim për dikë. Në punë, një ide jotja mund të pranohet më shpejt se sa mendon. Në dashuri, dikush po pret një hap nga ti. Peshqit, intuita jote nuk gabon. Peshq, sot ndjeshmëria jote është e fortë. Nëse diçka të duket e çuditshme, beso instinktit. Në financa, mos merr vendime të nxituara. Në dashuri, një moment romantik mund të mbush zemrën. Energjia e 12 shkurtit përplaset fort me emocionet, me egon, me sekretet dhe me vendime që janë shtyr prej kohësh. Disa shenja do të ndihen të tradhtuara. Disa do të ndihen të zgjuara. Disa do të marrin një lajm që do të ndryshojë muajin, ndoshta edhe vitin. Ja kush preket më fort. Këto 3 shenja përballen me një tronditje emocionale,
Akrepi e vërteta del në sipërfaqe. Akrepi, diçka që e ke ndjer prej kohësh sot mund të konfirmohet. Mund të jetë një dyshim në lidhje, një zhgënjim në punë, ose një mik që nuk është aq besnik sa mendon. Mos shpërthe me një herë. Fuqia jote është strategjia, jo reagimi impulsiv. Nëse e menaxhon qetësisht, kjo situatë mund të kthehet në avantazh për ty. Në dashuri, xhelozia mund të krijojë tension. Mos lejo imagjinatën të bëhet armiku yt. Gaforia, një zemër e lënduar. Gafore, 12 shkurti të vë përballë një ndjenje që e ke shtypur. Mund të jetë zhgënjim, mall, ose një e vërtet që nuk doje ta pranoje. Nëse dikush të ka lënduar, sot e kupton qartë. Por kjo nuk është fundi, është fillimi i një faze më të fortë për ty. Në punë mos e merr çdo kritik personale. Ka gjëra që thjesht duhen përmirësuar. Peshorja, zgjedhja që s'mund të shtyhet më. Peshore, nuk mund të rish më në mes. Një vendim në dashuri ose në karrierë kërkon përgjigje. Nëse vazhdon ta shtysh, universi do ta marrë vendimin për ty. Sot është dita për guxim. Lajmi që ndryshon rrjedhën e muajit, britsjapi shpërblimi pas sakrificës. Britsjap, diçka që ke punuar në heshtje mund të jap frytet sot ose në ditët në vijim. Një ofertë, një bonus ose një propozim që të hap një derë të re. Mos u tregoni tepër modest. Ti e meriton. Shigjetari, një mundësi që vjen nga larg. Shigjetar, një telefonat, email apo mesazh mund të sjellë një mundësi që lidhet me udhëtim, studim ose bashkëpunim. Mos e injoro nga frika e ndryshimit. Ky është shansi që ke pritur. Shenja që duhet të ruhet nga tradhtia, binjakët, jo çdo buzëqeshje është e sinqertë. Binjak, dikush në rrethin tënd mund të mos jetë aq i pastër sa duket. Kujdes me informacionet që ndan. Në dashuri, një keqkuptim i vogël mund të fryhet nëse nuk flisni hapur. Dashuria merr një kthes të papritur, luani një deklaratë që të trondit. Luani, dikush mund të shpreh ndjenja që nuk i prisje. Mund të jetë emocionuese, por edhe frikshme. Mos e refuzo me një herë. Dëgjo zemrën. Peshqit, romancë apo iluzion. Peshq, sot mund të jetosh një moment shumë romantik, por bëj kujdes të mos idealizosh më shumë se sa duhet. Intuita jote do të tregojë nëse është diçka e vërtetë. Energjia e 12 shkurtit. Çfarë duhet të bësh? Mos merr vendime në kulmin e emocioneve. Mos zbulo sekretet e tua para kujtdo. Mos injoro shenjat që universi po të dërgon. Disa gjëra sot mbyllen, të tjera fillojnë. Energjia e 12 shkurtit arrin kulmin në orët e mbrëmjes. Disa do të flenë me buzëqeshje. Disa do të flenë me mendime të thella. Universi nuk bën zhurmë kur ndryshon fatin, por sot ai po troket fort. Surpriza financiare e papritur, Demi, paraja vjen nga një drejtim i papritur. Demi, nëse ke qenë i shqetësuar për financat, sot mund të marrësh një lajm që të lehtëson. Mund të jetë një pagesë e vonuar, një borxh që të kthehet, ose një ofertë e vogël që hap një derë të madhe. Por kujdes, mos e shpenzo me një herë. 12 shkurti të jep mundësi, por kërkon mençuri. Ujori, ideja që kthehet në fitim. Ujor, një ide që e ke pasur prej kohësh mund të marrë mbështetje. Dikush mund të propozojë bashkëpunim. Mos e nënvlerëso veten. Sot është dita për të folur qartë për vlerën tënde. Debat i madh familjar, luani ego përballë egos. Luani, një diskutim i vogël në familje mund të shpërthejë nëse nuk ruan qetësinë. Mos e merr çdo gjë si sulm personal. Ndonjëherë forca është të heshtësh, jo të fitosh debat. Gaforia, plagë të vjetra që rihapen. Gafore, një temë nga e kaluara mund të rikthehet. Mund të jetë diçka e pathëm mes teje dhe një familjari. Mos u mbyll në vetvete. Sot është dita për të folur hapur, edhe nëse dhem. Vendimi që ndryshon 6 muajt e ardhshëm, britsjapi, hapi i madh. Britsjap, 12 shkurti mund të jetë dita kur vendos të ndryshosh punë, të nisësh një projekt të ri, ose të mbyllësh një kapitull që të ka lodhur. Ky vendim do të ndikojë 6 muajt e ardhshëm. Mos e merr nga frika, merre nga besimi në veten. Akrepi, mbyllja e një lidhjeje apo fillimi i një tjetre. Akrepi, sot mund të kuptosh nëse një marrëdhënie ka të ardhme apo jo. Nëse diçka ka përfunduar, mos e zvarrit më. Nëse diçka e re po troket, jep një shans, por me syt hapur. Mesazhi final për të gjitha shenjat. 12 shkurti nuk është një ditë e zakonshme. Është një ditë ku të vërtetat dalin në dritë. Vendimet shtyhen deri në kufi. Emocionet përplasen me realitetin. Mos haro, çdo tronditje sjell qartësi.
Çdo fund hap një fillim.